Përshëndetje teleshikues të nderuar, këtu nga studio televizionit Syri Vision jemi me emisionin Më të ri qasje. Në Gjakovë vun disa kamera të sigurisë në disa shtylla shumë funksionale. Sot për të biseduar për këtë dhe shumë çështje të tjera, ne kemi ftuar drejtorin e administratës dhe personelit në komunën e Gjakovës, zotin Armend Vokshi. Armend, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Si po shkon projekti Gjakova Portal? Gjakova Portal, ashtu siç kemi informuar disa herë dhe njëkohësisht kemi prezantuar dhe raportet e prej momentit kërë është lansuar, portali në funksion është momentalisht duke ofruar të gjitha shërbimet që ofrojnë nga ana komunës dhe njëkohësisht çka njerëzit dëshirojnë ndihmë për komunën e Gjakovës, si në fushën e trashëgimisë kulturore, si në fushën e biznesit, si në fushën e shërbimeve komunale. Prandaj mund të them që ndoshta nga aspekti i vizitorëve, më së shumti kemi vizita në fushën e shërbimeve komunale dhe njëkohësisht në fushën e projekteve, të cilën neve i pozicionojmë apo i prezantojmë për investimet kapitale që neve bëjmë gjatë vitit. Nëse flasim për shifra apo për numrin e vizitorëve, mund të themi që nga janari i këtij viti deri në shtator, sepse deri në shtator kemi nxjerrë raportin, në fund shtatorit kemi diku 67.000 vizitor dhe fokusi i këtyre vizitorëve ka qenë më shumë në aplikacionin apo në softverin që kemi nxjerrë për e-punësimin dhe njëkohësisht për shërbimet komunale siç janë e-administrata, ku informohen për dokumenta të ndryshëm apo për informata që ju nevojiten për shërbimet komunale. Dhe ky është motiv për transparencë, besoj. Kjo është lidhet direkt me transparencën dhe me llogaridhënien, po lidhet edhe me qasjen më të lehtë në informatë ndaj anës së qytetarëve dhe lidhet në atë që qytetarët nuk kanë mundësi ose ata të cilët nuk dëshirojnë që të vinë pranë sporteleve apo pranë komunës për të informuar mund ta kenë qasjen në mënyrë elektronike. Kjo ndoshta është shumë apo sistemi më i avancuar, le të themi, tashmë në botë, ku komunikimi kryesisht ofrohet nëpërmjet fushës elektronike apo pjesës elektronike. Prandaj edhe Gjakova Portal për këtë arsye është krijuar dhe komuna e Gjakovës për këtë arsye ofron jo vetëm për qytetarët e komunës, por për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të dinë për Gjakovën. Dhe njëkohësisht ndërlidhet edhe me diasporën, të cilën kemi jashtë, që nëse dëshirojnë të marrin ndonjë informatë apo të kenë qasje më të lehtë në komunën e tyre, atëherë kanë portalin i cili ju ofron një gjë të tillë. Dhe si po shkojnë përgjegjësitë për integrimet evropiane? Komuna e Gjakovës i ka plotësuar, le të themi, të gjitha kërkesat që kanë ardhur nga niveli qendror për të informuar dhe për të mbyllur ciklin e atyre kritereve të cilat janë kërkuar për komunat apo për nivelin lokal, duke përfshi, le të themi, pjesën e sektorit të gjendjes civile, ku është dashur që të dorëzohen raportet dhe të regjistrohen edhe ata të cilët nuk kanë qenë të regjistruar në sistem, që të nxirret një numër i saktë apo një numër i plot për komplet qytetarët e komunës Gjakovës të cilët kanë ardhur jetojnë në komunë dhe nuk kanë qenë të regjistruar, por njëkohësisht edhe pika të tjera, për shembull në aspektin e transparencës, luftës ndaj korrupsionit, llogaridhënies, në reformën administrative, në qasjet e informatave, në komunën e hapur, janë disa nga kriteret të cilat kryesisht janë pikë e Bashkimit Evropian për të ofruar apo për të integruar në Bashkimin Evropian. Komuna e Gjakovës një gjë të tillë ka implementuar dhe po besoj që jemi në rrugën e drejtë në aspektin e përmbushjes së disa prej obligimeve të cilat kërkohen nga ana e nivelit qendror për komunat apo për nivelin lokal. Ndërkohë edhe trajnimet e stafit kanë vazhduar për ngritje profesionale, besoj. Patjetër që po, kryesisht kemi ndarë në 3 grupe. Trajnimet, kemi shku në trajnimet të cilat janë në aspektin ligjor, ku ofrohen nga ana e nivelit qendror në bashkëpunim me Ministri Gjetse. Këtu pozicionojmë të gjithë shërbysit civil të departamenteve përkatëse të cilët lidhen me legjislacionin që ofrohet trajnimi. Pastaj në fushën e dytë kemi ndarë të gjithë ata koordinatorë dhe njëkohësisht punonjësit të cilët janë të involvuara në platformën digjitale që ka krijuar komuna. Kjo është ofruar një trajnim shtesë nga ana e komunës me partnerë të cilët neve kemi implementuar aplikacionet me qëllim që të dinë në fushën elektronike, por njëkohësisht edhe të kenë informata dhe të dinë se si ta përdoren aplikacionin kundrejt informatave që ju nevojiten për qytetarët. Dhe në fushën e tretë kemi munduar që përkatësisht
të fokusohemi në komunikimin me publikun, ku kemi ofruar në bashkëpunim me organizata të huaja, kemi ofruar trajnim për shërbysit civil të cilët lidhen me komunikimin me publikun, që të dinë se si të sillen, si të informojnë apo si të përdoren edhe rrjetet sociale, po njëkohësisht edhe platformat të tjera për të qenë më afër me publikun. Ndërkohë që bashkëpunimi me organizata të ndryshme është i domosdoshëm, besoj edhe për komunën e Gjakovës, si për komunat e tjera dhe gjitha organizatat dhe organizmat, institucionet e Republikës Kosovës, me cilat organizata keni bashkëpunuar më shumë për realizimin e projekteve, po them? Patjetër, unë mund të them që komuna e Gjakovës ndoshta është komuna më së shumti që ka bashkëpunim organizatat e huaja, duke filluar në qeverisin e mirë apo në projekte që ndërlidhen me qeverisin e mirë, me transparencën, me llogaridhënien, me platformën digjitale dhe duke kaluar edhe në investimet kapitale madhore, të cilat janë për përmirësimin e jetesës së qytetarëve të komunës, duke përfshi investime milionshë, të cilat ndërlidhen me infrastrukturën, ndërlidhen me ujësjellësin, ndërlidhen me jetesën apo përmirësimin e jetesës në fushën për qytetarët e komunës së Gjakovës. Disa që unë mund të përmend, ndoshta jemi komunë pilote me programin e GIZ-it për promovimin e punësimit të rinjve në komunën e Gjakovës, ku tashmë kemi përmbyllur para një jave dhe kemi ndarë certifikatat për programin Entrepreneurship apo programin që t'ju ndihmojmë të rinjve të mësojnë si të hapin biznesin, të mësojnë si të përgatisin një plan biznesi, një strategji biznesi, po njëkohësisht kemi lidhur edhe me bankat apo me organizatat e huaja që të financohen me një vlerë të vogël për ta hapur një biznes. Këtu i kemi ndarë në dy grupe. Grupi i parë ka qenë programi Entrepreneurship për fushën e ndërmarrësve të rinj dhe e dyta ka qenë ndërmarrësit të specifikuara për gratë në ndërmarrje apo gratë në biznes, ku ky trajnim është përfunduar në kuadër të këtij projekti dhe ka treguar një gatishmëri, por njëkohësisht edhe një interesim të madh të grave dhe sidomos të rinjve për të hapur bizneset e tyre, të cilat në fundit secili nga to i ka implementuar një biznes plan të cilën tashmë pritet që ta hapin dhe të krijojnë një biznes individual për tyre. Kjo ka qenë për shkak se neve jemi duke munduar që të fuqizojmë sektorin privat, me qëllim që në kuadër sektorit privat ndoshta do të kemi më shumë zhvillim ekonomik në komunën e Gjakovës. Një projekt pilot që jemi është tashmë dihet edhe me programin e UNICEF-it, Gjakova Fit for Children apo Gjakova Mike për fëmijët, ku tashmë kemi draftuar rregulloren për mbrojtjen e fëmijëve dhe të drejtat e tyre dhe tashmë jemi duke pritur vetëm përgjigje nga Ministria e Administratës Pushtetit Lokal që të shiqohet baza ligjore e këtij drafti dhe në momentin që do të kemi konfirmimin do ta vendosim apo do ta kërkojmë në Asamblenë Komunale, ta diskutojmë dhe pastaj ta votojmë që komuna e Gjakovës do të jetë e para që do të ketë një rregullore të tillë. Gjithashtu projektet e tjera janë me UNDP-n, siç dihet në fushën e transparencës dhe llogaridhënies, por edhe projektet e investimeve kapitale, siç i përmenda, të cilat janë me Bankën Gjermane, me KfW-n, me Komisionin Evropian, si dhe me ambasadën zvicerane, të cilat kryesisht janë në ndërtimin e infrastrukturës dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve. Këto janë projekte në proces, besoj. Shumica atyre është në proces, ndoshta viti 2017 do të jetë viti ku do të fillohen të preken shumica këtyre projekteve, sepse tashmë që 2 vite jemi duke punuar në ndërtimin, në krijimin e mekanizmave, në plotësimin e të gjitha dokumentacioneve. Besoj disa herë është prezantuar nga ana e komunës pengesa të cilat kanë qenë qoftë nga niveli qendror, qoftë nga niveli lokal në aspektin e dokumenteve, në aspektin e mos përpilimit databazave apo mos informimit mirë dhe këto të gjitha po besoj që tashmë i kemi përfunduar dhe jemi në pritje dhe i kemi dorëzuar të gjitha tek donatorët të cilët e menaxhojnë projektet në fushën e investimeve kapitale dhe po besojmë që nga viti tjetër do të jetë viti ku do të preken këto projekte të mëdha. Unë ja për qëllim në fillim të emisionit i përmenda kamerat që janë vendosur 5 kamera në disa shtylla në komunën e Gjakovës. A mund t'i njohim pak shikuesit më konkretisht për këto shtylla multifunksionale?
Po, mirë është që tha shtylla multifunksionale, sepse këto shtylla nuk e kanë vetëm pjesën e kamerave. Një shtyllë multifunksionale e ka sistemin e konceptit Smart City, apo qytetit të mençur, i cili lidhet direkt me një qeverisje të mirë. Komuna Gjakovës është komuna e parë në nivel të Kosovës e cila ka ndërtuar një sistem të tillë. Kjo ka qenë në bashkëpunim edhe me dy organizata, me UNDP dhe me Agjencinë për Zhvillim Austriak. Këto dyja kanë ndihmuar komunën që të implementoj 5 shtylla multifunksionale, të cilat janë shtylla që ofrojnë një qasje më ndryshe nga ana e komunës për qytetarët e komunës së Gjakovës. Tashmë e dini besoj që një shtyllë përveç që i ka sensorët të cilët masin temperaturën, masin lagështinë, masin ajrin, nxjerrin statistika të ndryshme të cilat e ndihmojnë në mobilitet komunën e Gjakovës, janë kamerat e teknologjisë së fundit, të cilat tashmë përdoren nga policia dhe apo stacioni policor në Gjakovë, ku besoj që kanë ndihmuar kohëve të fundit të luftojnë edhe krimin në kuadër të këtyre në bashkëpunim me policinë, po gjithashtu janë edhe paketat e internetit pa pagesë, të cilat tashmë në shumicën e hapësirave në qytetin e Gjakovës mund të qasen pa pagesë në internet, ku mund të lidhen me portalin e qytetit për informata të ndryshme. A që dëshirueshëm për gjithë kalimtarët? Sigurisht që po, të paktën kështu kemi një aspekt pozitiv apo një përgjigje pozitive nga shumë qytetarë të cilët tashmë neve i kemi pranuar një përgjigje nga ana atyre. Si po shkon procesi i vendosjes së GPS-ave në automjete prona të komunës së Gjakovës? Ky proces tashmë është finalizuar, besoj në gusht ka përfunduar apo në shtator, në fillim të shtatorit. Komuna tashmë i ka GPS-at në të gjitha automjetet e veta dhe kjo ndihmon në 2 fusha. Fusha e parë është ndoshta menaxhimi më i mirë automjeteve në aspektin e shpenzimeve, por njëkohësisht edhe keqpërdorimit. Për arsye se e dim që ndoshta përpara nuk ka qenë një mënyrë e mirë për ta kontrolluar një shërbyes i cili ndoshta ka keqpërdorur automjetin e komunës, përfshi atë në aspektin privat apo në aspektin e orarit zyrtar. Prandaj kjo më shumë ndihmon në sigurinë e komunës që automjetet të shfrytëzohen vetëm për çështje zyrtare dhe njëkohësisht të mos ketë keqpërdorim të automjetit dhe veçanërisht që tashmë mund ta kontrollojmë edhe kilometrazhin, se ka ndodhur raste ku kemi pas ankesa nga qytetarët se një veturë e komunës ka qenë në një shpejtësi shumë të madhe në një vend i cili është për shembull qendër dhe është e limituar shpejtësia sa duhet të vozitet makina. Prandaj besoj që me këtë sistem të GPS-it më shumë jemi të avancuar në fushën e menaxhimit të automjeteve dhe mos keqpërdorimit të tyre, por së shpejti jena duke shiqur që kemi një platformë ku të gjithë qytetarët mund të shohin automjetet zyrtare se ku ndodhen momentalisht nëpërmjet platformës online. Ju shpesh e përmendni reformën në administrat. Çka po nënkuptoni me këtë? Reforma në administrat është një sistem me cilin çdo vend i zhvilluar apo çdo administratë e zhvilluar duhet ta ketë një qasje shumë të lehtë në ofrimin e shërbimit. Reforma e administratës, ndoshta nga viti 2014 që neve jemi munduar ta ndërtojmë, është një sistem i integruar i komunikimit apo i përdorimit i cili e ofron shërbimin one stop shop apo shërbimin me një zyrtar. Neve kemi ndërtuar një gjë të tillë duke filluar në vitin 2014, ku direkt ka ndihmuar jo vetëm në shërbimet nga ana e qytetarëve, për shembull në momentin në 2014 ka qenë sistemi ku për të nxjerrë për shembull një dokument, fillimisht është dashur bëhet një kërkesë me një departament, të merret një dokument tjetër në një departament dhe pastaj me atë shkohet bëhet pagesa në një departament tjetër dhe në fundit shkohet merret vulja në një departament. Domethënë një qytetar është dashur 3-4 departamente t'i kaloj apo zyre t'i kaloj me qëllim që të nxjerrë një dokument i cili realisht në çdo vend të Evropës apo në çdo vend të zhvilluar ofrohet për 5 minuta ose për 10 minuta. Kjo është sistemi të cilin apo reforma administrative të cilën neve e kemi ndërtuar një sistem i cili është pjesë e ofrimit shërbimit nga një zyrtar të gjitha këto. Domethënë tashmë është në funksion nga gjysma 2014-s. Kjo është një sistem ku çdo qytetar sot
në një sportel, shkon dhe e merr komplet shërbimin tek një zyrtar. E bën kërkesën, e merr shërbimin, e bën pagesën, e merr vulen dhe në fundit një zyrtar ja ofron të gjithë shërbimin. Kjo është një reformë administrative. Reforma e dytë administrative është pjesa e komunikimit nëpërmjet platformës online, aplikimit shërbimeve online, por njëkohësisht edhe informimit apo komunikimit publikut më lehtë. Kjo është një qendra informative të cilën neve kemi ndërtu qysh në 2015, ku secili qytetar, ku kemi 94 është mesatarja në ditë e shërbimeve apo qytetarëve që i ofrojnë shërbime qendra informative. Kjo është një komunikim i cili përpara ka qenë që një qytetar ku ka dash marrë një informatë ose me qenë ma afër ose kry një shërbim në komunë, fillimisht ka dalë rojtari e ka prit dhe rojtari ka drejtu se ku duhet me shku, ose nëse rojtari nuk ka ditë, qytetari vetëm ka shku në për zyre, ka hap zyre dhe ka prit. Kjo është një gjatë cilin nuk funksionon më në komunë, sepse në kuadër të qendrës informative, ofrimi i informatës ofrohet shumë më lehtë për qytetarët, përfshi edhe dy numrat pa pagesë të cilët tashme i kemi, 0860.000 dhe 0860.001. Të dy këto numra të cilët secili qytetar mund të telefonoj, por nuk harxhon apo nuk ka asnjë shpenzim nga telefoni vet, qoftë ai në fiks apo në mobil. Shumë shpesh është folur se Komuna e Gjakovës do të bëjë ndërtesën e re, do të ndërtojë një ndërtesë ose aneks të ndërtesës së re të objektit të komunës. Ku jemi me këtë proces? Po, ky proces totalisht ashtu siç e thej menaxhohet nga Komisioni Evropian, për shkak se Komisioni Evropian është donatori i cili do të ndihmojë Komunën e Gjakovës në ndërtimin e objektit. Ndërtimi është ky projekt ka vlerën rreth 3 milionë euro, ku 500.000 euro do t'jenë bashkëfinancimi i Komunës së Gjakovës, ndërsa pjesa tjetër prej 2.5 milionë eurove do t'jetë bashkëfinancim apo financim nga ana e Komisionit Evropian. Me qenë se financimi është më i madh nga ana e Komisionit, projekti menaxhohet nga vetë Komisioni dhe siç e dimë në shumicën e projekteve që Komisioni Evropian investon, kryesisht janë dokumentat dhe janë procedurat të cilat janë më të ngadalshme në raport me procedurat e prokurimit që komuna për shembull apo ligji i prokurimit publik i ka. Prandaj kemi ngecur në 2 pika kryesore. E para është që tashmë projekti detalt ka përfunduar, mirë po në momentin kur është përfunduar nga Komisioni Evropian ka qenë kërkesa që shqetësohet edhe një herë analiza e statikës së objektit ekzistues, sepse siç e dini do të renovohet komplet objekti ekzistues dhe do të ndërtohet aneksi i cili do lidhet me objektin ekzistues, dhe kjo ka marrë edhe 2 muaj kohë, le të themi, për kompaninë e cila ka qenë duke përgatitur projektin detaj. Tashmë projekti detaj është finalizuar, neve kemi kontaktuar dhe kemi pas një përgjigje javën e kaluar prej Komisionit Evropian, i cili tashmë është duke përgatitur dosjen për hapur procedurat për kompaninë e cila do të bëjë ndërtimin e objektit dhe renovimin e saj. Prandaj edhe kjo është një procedurë e cila do të ndjeket nga ana e Komisionit Evropian, ku po besojmë që me fillimin e vitit tjetër vetëm punimet do të fillojnë dhe objekti do të niset të renovohet fillimisht dhe pastaj njëkohësisht të ndërtohet edhe aneksi. Si pjesë e kësaj, neve si komunë do të lëvizim nga objekti ekzistues, stafi komplet, për arsye se punimet do të jenë në do të fokusohen edhe në renovimin e objektit, po edhe në ndërtimin e aneksit, sepse do të lidhen të dyjat, po, dhe si rezultat i kësaj neve duhet lëvizim nga objekti dhe po besojmë që si objekt ende nuk e kemi përcaktuar vendin se ku do të zhvendosemi, po do të mundohemi që ta kemi prap administratën në një vend ku t'i ofrojmë shërbimet ashtu siç ofrojmë edhe këtu. Nuk do të ketë probleme për qytetarët për qasjen e dokumenta dhe në stafin administrativ? Jo, për arsye se komplet stafi i cili do lëvizim do të mbetemi prap në një objekt dhe nuk do të shpërndahemi në 2 apo 3 objekte të tjera. Prandaj edhe po mundohemi që të kemi një objekt apo të gjejmë një objekt i cili do të na ofrojë një mundësi të tillë. Ju sigurisht keni edhe plane dhe projekte të tjera, synimet nuk diskutohen? Mund të them që nga gjitha planet e drejtorisë administratës është objekti një prej tyre që është shumë, do më thonë, është projekt shumë i madh ku po besojmë që me fillimin e vitit tjetër do t'ja nisim, dhe e dyta është bankomatat e komunës, të cilat kanë qenë
plan për vitin 2016 për administratën, janë apo ATM-at e komunës, ku do të vendoset një kiosk në qendër të qytetit, tek parku i qytetit, ku është i parapar, buxheti është i planifikuar ende. Problemin e vetëm e kemi pas me procedurat e prokurimit, ku tashmë është hera e 4 që është duke rishpall procedura e prokurimit, dhe kjo vetëm për arsye se një kompani bën ankesë kohë pas kohe sepse pretendon që komuna ka pas apo ka cenu të drejtën për aplikim. Neve jemi mundu në konsultim edhe me Komisionin Regulativ të Prokurimit, edhe me organin shërtues prokurimit, që shohim se ku janë ato ngecje që komuna pi ofron apo po diskriminon kompanin, dhe se rezultati kësaj para 2 javë kemi marrë një përgjigje nga organi shërtues i prokurimit që ankesa në këtë rast e palëve të cilat bëjnë ankesë nuk është do me thonë reale dhe e ka hudh poshtë ankesën e tyre, dhe tashmë jemi duke prit nga OSHP-ja që të na kthehet dosja dhe të përfundojmë këto procedura. Prandaj kjo është ndoshta prej shkurtit që neve kemi filluar procedurën e prokurimit dhe ende jemi në procedurë prokurimit, por po besojmë që së shpejti do ta kemi dosjen nga OSHP-ja dhe do të njekim procedurat që ta përmbyllim edhe këtë si vjet. Kjo është një projekt i ri për administratën, apo për komunën e Gjakovës, ku po besoj që qytetarët do të kenë mundësi 24 orë të merren disa nga shërbimet e komunës. Mos t'ju mbesin borxhet dhe zyreve të vendit, a janë të gjitha në funksion? Zyrët e vendit, momentalisht 12 zyrët e vendit janë në funksion, 2 prej tyre janë me zavendësim. Arsyeja është për shkak se njëra tashme në Rogov, zyrtari i cili ka qenë duke punuar në Rogov tashme vullnetarisht e ka lëshu vendin e punës dhe ka dalë privatisht që të punoj, dhe jemi në proces të konkursit, prandaj duhet bëjmë lëvizje të 2 zyreve të vendit, gjysmë në një zyrë dhe gjysmë në një zyrë tjetër, dhe njëkohësisht i njëjti rast është edhe në 2 zyrë të tjera, në Gërgoc dhe në Cërmjan, ku në Gërgoc kemi zyrtarin që tashme jemi duke pritë dhe aty nga Ministria Administratës që të na aprovoj konkursin, dhe e kemi edhe këtë me lëvizje. Por në përgjithësi të 12 zyret janë në funksion dhe njëkohësisht ofrojnë shërbime. Po bëhen 3 vjet që jeni në krye të drejtorisë administratës dhe personelit, a mendoni se keni mundur të bëni dhe më shumë? Ndoshta duhet më nis fillimisht nga vetja që secili prej neve kërkon më shumë nga vetja. Kështu që përpëstej edhe nga ana e komunës kur nuk është mjaft. Gjithmonë njëri duhet më kërku ma shumë nga vetja, apo duhet më kërku me ndërtu diçka ma shumë dhe asnjëherë nuk është i kënaqur me ato çka bën. Mirë po, nëse flasim për 3 vite intenzive të punës dhe nëse flasim për gjendjen se si ka qenë dhe gjendjen se si është sot çështja e administratës, ndoshta mund të them se janë 2 sende të cilat na bëjnë që të themi se kemi realizuar pothuajse një pjesë të mirë të punës. E para është se Drejtoria e Administratës përkatësisht nga viti 2012 dhe deri më sot, në 3 vitet e fundit i planifikimet të cilat i ka në të hyrat vetanake, i realizon dhe i të i kalon. Dhe kjo ka ardhur si rezultat i reformës administrative dhe si rezultat i digitalizimit të shërbimeve, ku kërkesat e qytetarëve kanë qenë në rritje, po edhe numri i shërbimeve ka qenë në rritje. Prandaj edhe më të shpejta. Më të shpejta, dhe kjo ka dërguar direkt në përmirësimin e shërbimit dhe në rritjen e të hyrave vetanake. Kjo është një të cilën unë jam shumë i lumtur dhe jam shumë krenar që kemi arrit mi kriju të hyra komunës dhe mi realizu planifikimin, dhe e dyta është që jemi komuna lider në transparencë, llogaridhënie dhe në shërbim dhe në politika të administratës apo reformës administrative. Dhe këto po besoj se cili për juve keni pa nga rezultatet të cilat kanë dalë nga Instituti GAP, nga KDI-ja, nga organizata ecma ndryshe, dhe kjo ndoshta është një mundi i gjithë punës që është bërë në kuadër të qeverisjes së kryetares në raport me shërbimet administrative, të cilat na kanë bërë që të ndihemi krenar në
dhe t'jemi komuna e cila është e para në transparencë, e para në llogaridhënie, në luftën ndaj korrupsionit, por njëkohësisht edhe në premtimet elektorale të kryetarës. Nga Instituti GAP është vlerësuar që reforma administrative është mbuluar 100% nga gjitha ato që janë premtuar nga ana e kryetarës. Dhe së fundi ka qenë edhe mozaiku i Kosovës, ku është bërë më shumë se 150 anketime të qytetarëve nga ana e UNDP-s, domethënë një ulëmtim i pavarur ku komuna s'ka qenë involvuar, dhe në fundit ka dalë që raporti me 2012 dhe me 2015 nga 67 pëlqimi apo kënaqësia e qytetarëve ka mbërrinë 87%. Domethënë edhe kjo është një rezultat apo një analizë të cilën bën të shiqojmë se kemi arrit krijojmë një sistem i cili e ka përmirësuar edhe kënaqësinë e qytetarëve në raport me qasjen në shërbimet e komunës. Dhe skëndemi një prezantim shumë të mirë, të suksesshëm dhe dinjitoz e keni bërë dhe ju vetë duke prezantuar komunën e Gjakovës në disa shtete të botës. Përmendim këtu Japoninë, Gjermaninë, disa vende. Po, këto kanë qenë ndoshta nga raportet të cilat kanë dalë prej komplet qeverisjes në gjatë këtyre 3 viteve apo gjatë këtyre 2 viteve. Njëra ka qenë ndoshta në Japoni, ku neve kemi prezantuar sidomos fokusin e reformës administrative dhe konceptit të digitalizimit. E dyta ka qenë që komuna Gjakovës është komunë lider në hapjen e të dhënave për komplet rajonin e Ballkanit dhe Turqinë, dhe kemi qenë të ftuar në Stamboll për të prezantuar politikat të cilat neve kemi ndjekur në hapjen e të dhënave. Pastaj kemi qenë njëkohësisht, siç e përmendet edhe juve, të ftuar në disa prej paneleve kryesore që diskutojmë dhe të prezantojmë cilat janë shembujt apo mekanizmat që neve kemi ndjekur për të ndërtuar një qeverisje të hapur, me cilin neve, siç e dini, edhe një shpenzim të vogël atë e plasojmë në platformën online dhe secili mund ta marrë atë informatë se çfarë shpenzime apo ku komuna i shpenzon buxhetin e saj. Prandaj ndoshta janë këto të cilat neve na bëjnë të kuptojmë se gjatë këtyre 3 viteve kemi arritur që në fushën e këtyre shërbimeve të jemi si komunë e cila mund të merret shembull jo vetëm për komunat e Kosovës, po edhe komunat e rajonit apo më gjë. Drejtor, ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë, të dëshirojmë punë të mbar suksese dhe realizim sa më të suksesshëm të projekteve tuaja. Faleminderit shumë për ftesën dhe mirëmbëjtje. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda që zhvillua me drejtorin e administratës dhe personelit në komunën e Gjakovës, zotin Armend Vokshi. Mirupafshim në emisionet e tjera.